Përshëndetje, mirë se keni ardhur në një video të re këtu në kanalin tim. Sot është data 1 nëntor dhe unë ju uroj një muaj sa më të mbar. Tani po iki për punë, do bëjmë një set fotografik në studio dhe pastaj kemi një dasë. Do shkojmë te një make-up artist shumë e mirë, do ja u tregoj pak më vonë. Kam qenë dhe një herë më përpara dhe më ka pëlqyer shumë dhe thash nuk po e ndroj, se unë zakonisht eksperimentoj dhe provoj të gjitha. Do ju marr me vete. Topat e kuq të mëdhenj. Edhe shkurt me kështu velvet, jo të kuqe të kuqe, më pëlqejnë kështu si pishne. Të shohim si do na dali kjo pema, duket kjo pema e vogël aty te pasyra. Inshallah del çik. Këto kam marrë të xhambo, i mora dje, se kam shkuar një të xhambo. Tani po ikim për shtëpi dhe do gatuaj disa njoki. Kam bërë pak pazar tek Pro Natura dhe ju tregoj se çfarë kam marrë sapo të shkoj në shtëpi. Në shtëpi dhe gjej këtë macën e bukur. Atëherë, t'ju tregoj pak se çfarë mora tek Pro Natura. Mora një baget, ta kem në shtëpi për çdo rast, edhe pse unë s'do jem për darkë, po më duhet për mëngjes edhe përtoj të dalë ta blej. Këto pikantet, këto krakersat për natyrës i kam shumë qejf, më pëlqejnë shumë, unë që vdes për gjëra pikante. Mora njoki se edhe pak më kishin ngelur, marrë këtë llojin. Mora pana, mora dhe salc, e pyeta Gjulion do me pana apo me salc, më tha me pana, kështu që unë do t'i bëj me pana. Këto janë kosat e mi të preferuar, janë pa laktoz, siç e dini. Unë i ha shumë këto dhe marr gjithmonë te Pro Natura, por marr si këto të thjeshtët. Thash t'i provoj edhe një herë këto me lule shtrydhe, sepse më pëlqen shumë ky kosi. E përdor kështu në vend të ëmbëlsirave. I hedh pak mjalt, edhe nuk ha ëmbëlsirë, ha kosin më mirë. Ups, më lëvizi kamera. Kam marrë këto salçiçet, nuk e di si mund të jenë këto për njokit, po thash pse jo, ta provoj një herë. Ishin pak pikante. Shpresoj mos jenë shumë. Që kanë dhe pak gluten, super fare. Ti provojmë tani, ta bëj edhe me pak tartuf salcën. Edhe tartufin e kam marrë tek Pro Natura një ditë më përpara. Kështu, këto ishin gjërat që mora. Unë fjeta pak gjumë, edhe tani bëra një dush, e hidratova pak fytyrën, edhe jam gati.
bëj një macchiato me qumshtin nuni edhe me qumësht normal. Taking a shower with you, brushing teeth and getting ready for the day, kissing, hugging, saying see you later, dreaming of the moment we will meet again. Each day and night seems twice as long without you by my side, and each morning I find myself alone. I think of us and feel that I want to spend these moments with Është dhe rezultati final. Ky është make-upi. Më bëri një smokey eye. Flokët i kapa pak vetë kështu, se s'ka nevoj. Ky fustani është me këtë si pelerin me pupla. Edhe ta ul pa kamerën që t'ju tregoj fustanin. Julio po bën gati skenën që të më bëj fotot. Sa të mirë e kam këtë burrin. Përshëndetje nga një ditë tjetër e këtij vlogu. Sot është ditë e diel dhe unë kështu sipas dasme u çova, u lava, u bëra gati edhe do dalim për një drek me të shtëpisë së Julios. Do ju marr me vete aq sa të kem mundësi dhe do ju tregoj restorantin që do shkojmë. Nuk e kam zgjedhur vetë dhe do shohim si do jetë, se unë nuk kam qenë ndonjëherë, domethënë. T'ju tregoj pak outfitin për sot. Këtë veshjen e kam marrë tek Sheni, kur mora ca gjëra, nuk besoj se ja u kam treguar. Është një set. Ja. Mbyllet kështu. Në fakt kjo xhaketa ngjan më bukur, mbyllur. Thash ta thyja pak. Shiko, është më fund me pala. Thash ta thyja pak me këtë të kuqen, po s'kam në një bluzë tjetër të kuqe që të duket pak edhe më shumë. Edhe me një bluzë burgundy do më pëlqente, po jo, edhe kuqja e thyen shumë bukur. Nuk e di tani për çantë, marr çantë të kuqe apo të marr çantë zezë. Nuk e di pse kuqja më ka nevojë për shumë guxim. Unë nuk guxoj kaq shumë. Kam një çantë të bukur të kuqe. Të shohim tani.
Atëhere kam këtu çantën e kuqe apo çantën e zezë. Shiko, edhe kjo e kuqja shkon goxha, edhe me ato çizmet Hunter që mund ta veshun, është super. Mëngjesi nga një ditë tjetër. E hënë sot. Kemi ardhur të reja. Kemi ardhur këtu tek tregu se do blem ca gjëra. Mund t'ja u tregojmë, jemi te qendra Emerald, kemi parkuar makinën. Edhe mund të ikim tek të përdorurat. Kjo është arsyeja pse un hapa vlogun sot, që t'ju tregojmë në një gjë interesante po gjetëm. Po gjetëm gjithmonë. Ikëm tani. Këtu te studio dhe është hapur, ka qenë një top shop, edhe kisha parë domethënë, edhe tashmë Giulio nuk më do më djegi më fasulet, sepse unë bleva Delimano të re, se ajo e vjetra nuk po më zjente më mirë. Edhe mora gjithashtu edhe një grirë se qepe, dhe Delimanon që doja u tregoj. Edhe kjo sapo më është djegur. I mora të dyja 138 më duket, dhe kishte edhe një kështu ajri dhurat. Hajde më prit, kja u tregoj tani. Kjo është tenxherja Delimanos. Ja, kjo ishte dhurat. Rrisja e qepës. Mua sa më është djegur dhe Bela tha që është shumë e mirë kjo, se ka. Duket shumë e mirë, ja. Se për qa janë këto fokat shumë, i shohim në shtëpi. Dhe gjërat që mora në treg, do ja u tregoj kur të shkoj në shtëpi, nuk është se gjeta
gjërat e të përdorura të kësaj radhe. Gjitha vetëm për kalamaj, kishte super gjërë. Përshëndetje nga një ditë tjetër e këtij vlogu. Sot vendosa të hap kamerën tani mbas dite, sepse para dite isha shumë e zënë me studion duke e pastruar. Sikur mos mjafton të shtëpia ime kaq e madhe, duhet ishte edhe studio. Unë e pastroj vetë se kam merak, pastërtia është gjëja kryesore për mua. Edhe kështu, tani thash të iki pak te Bela, sepse nuk po e pija dot kafen vetëm, dhe thash të editoja. Por jo, do iki ta pi kafen te Bela, dhe po lyeja pak buzët, si që shikoni. Edhe do pi kafen, dhe pastaj do iki tek studio. Ky është lapsia Nice-it 312, Candy Yum Yum. Në mes i kam bërë me këtë të Benefit. Është, ka nëjë numër kë, nuk e di. Edhe që po thoja, do iki te Bela të pi kafen, dhe dita ditës po më duket më e vështirë editimi, sepse po më rezervohen shumë orare dhe mendoj që o bobo nuk do kem kohë që të editoj video të YouTube-it, dhe kjo është arsyeja përse unë nuk bëj dot vlogmas. Ndoshta në një të ardhme vitin tjetër, por si vjet nuk mendoj se dua t'ja dedikoj kohën kaq shumë YouTube-it, se kam studion prioritet, kështu që do nxjerr video, por do mundohem që t'i nxjerr një herë një javë ose 2 herë një javë të paktën. Nuk ju premtoj dot për 2 herë një javë, se një herë një javë është idealja për mua, mos them që tani e kam edhe një herë një javë, kam shumë të vështirë. Kështu, veshja për sot është këto pantallonat kafe të Zarës që ja u kam treguar, dhe këtë bluzën e mora dje tek Sinsei, kur isha me Belën. Kjo është një nga gjërat që bleva. Edhe kushtoi diku tek 8.900 lek, dhe është kaq e bukur, është kështu si badi, më pëlqen shumë. Sot flokët i kisha lëshuar, po kur i kapa, ku po bëja punë, thash, wow, sa më shkoka kjo veshja me flokët kapur. E kështu, tani erdhi Xhulia dhe më frishi vlogun. Është që po zi ka. Se duket sikur po zia? Kush t'ka mësuar? Briel, është e mirë kafja? Briel? E mirë, e mirë? Briel, kush është vesh me që meqi? Ua, jemi përqin në bukur. O, zot, modele më të bukur se ty s'ka. Shiko këtu Arja? Arja. Ja ku jemi nga një ditë tjetër. Jam bërë gati sepse do ikim me Belën në Durrës për një drek. Nga që kemi edhe rrugës një punë të vogël, edhe ne të dyja përfitojmë nga rasti që të shkojmë te Castello. Ja u kam treguar Castello, restorantin që na pëlqen të ham. Veshja për sot është ky fustani. Ma ka bler Kejsita. Edhe po prisja ta vishja në ndonjë darkë në fakt, po me qenë se unë s'kam dalë në darkave. Thash pse jo ta vesh, se ngeli pa veshur. Sipër do vesh një xhaketë të zezë, megjithëse besoj se do kem nevojë, se është vap jashtë. Dhe këpuc akoma nuk e di se çfarë do vesh. Duhet të iki sepse më prek Bela.
ku jemi te Lehendaj Residence. Do shijojmë në maksimum ditën e sotme, apo jo Bela? Pa, do të tregojmë edhe vilat edhe purjen e resh nga po Lehendaj vjet. Po. Do të tregojmë kam bërë një pishinë të vogël. Kjo është pjesa e recepcionit. Këto janë dy shtëpiat që nuk jepen me qera. Apo jo? Jo. Ndërsa vilat janë Këtej është pjesa e vilave. ndërsa pjesa e pishinës është këtu. Dhe ja ku jemi tek pishina, shi sa e bukur është. Tregoj edhe pjesën nga mbrapa andej. Edhe jacuzzi. O zot qa dielli, a futem në pishinë? Ter. Apo do futem në ndetë? Shi sa bukur që është. Ja, këtu është pjesa jacuzzi-t. Po. O zot edhe drita që në ka perfekte këtu. Shumë e bukur. Qa kohë. Sot është dhe qetësi, është ditë jave. Shumë bukur është. Undone, broken, traveled and open. She was mistaken for pictures not taken. Shumë pasion, po shi sa bukur ajo. Duken këto që janë perfekte. Lovely, faded, uncomplicated. You love her, she holds you, but cold calm. Bela ruaj pas vënd se do ham tiramisu, do ham akulloren. Do pim dhe kafe. Kafen po e po. Që shi ruaj qik vënd do gotë. Ja, po më bëhen tamam me vetë tiramisu. Tani unë nuk pranoja, i thash Belës jo nuk do vi sot, se kam shumë punë. Edhe Bela më tha, a lihet gjithë kjo kohë e bukur? Edhe të çova weatherin që ishte vetëm sot diell dhe 5 ditë të rjesht shi. Më çoi pastaj edhe një gjë tjetër dhe aty më mbush mendja. Po tani të mbush mendja? Po, po nuk ja tregojmë atë gjën tjetër. Jo, Sekretet tona, profesionale. që nuk do ja tregojmë njeriu absolutisht. Sot kemi ardhur pa burrat vetëm. Edhe burrave do ja u bëjmë zili, do ju çojmë foto. Sa jo hajnë brother. Kush është shtepi? Kush është shefi? Ja thon gjithë shefe. Po pra. Tani që e bërë dhe blogere të Bela, s'bashme, Tani më kërkoj një gjithë. Hajde bëj këtë. Edhe unë ngela, s'di ku të vendos. Ha, Se pra. kam edhe shumë punë, kam pasur shumë Më punë. thuj dhe mua të paktën, vi dhe unë me ty. Po, tjetër, se ti e Të dyja nise. bashkë, po. Ti e nise, të mos përfitosh edhe ti tani. Ja, se flokët të lyva. Po mendoja të lyeja flokët. Më shkruani poshtë në komente një parukiere që nuk ti prish flokës. Po, Ju lutem se është hera e parë që do i lyej edhe më tregoni parukierën më të mirë ever, që e keni provuar vetë, jo parukierë që keni me të dëgjuar, sepse unë kam dëgjuar, po që prap kam frikë. Nuk e dua të jetë në asnjë nga këto me shumë emër, se
prapë i kam frikë ato. Të mirë. Po. Por lekët mos e visin më. Njërën e kam në mendje, aty ku i lyen Rosi, por më thoni dhe ju në për komente, ku i lyeni flokët, ku bëni thonjt, ku depiloheni, gjitha mi thoni. Edhe la kjo gjithalla. Për ti që Qa ishte më rëndësishmja? Dhe më rëndësishme na tregoni pjesën se ku faleni. Ku faleni si? Po. Ku falin namazin apo? Ku marrin avdes. Na tregoni se bëjmë shaka. Na tregoni jep një review, për shembull, jep një review, siç jepni për mua që un jam klinika e fizioterapisë dhe fizioterapisë jam më e mirë në Tiranë, s'po them Shqipëri, Në botë do thoja. në botë. Do ka edhe pak ko. Na tregoni dhe ju. Pacientët e mi janë shumë të kënaqur na sugjerojnë. Unë marr edhe rekomandime nga pacientët, por gjithsesi ju na tregoni. Kështu, më shumë për parukierët, se kemi nevojë Po. këto ditë. Do më thëni, dim ne ca vende shumë të mira, po që... Bela tani shi qa bën, mori ujë me gaz, me limon, me idenë që do shfryhet që të hajt tiramisun. Edhe kemi marrë 1 të 2, se nuk e hajmë dot. Jo më se kam lënë vend për tiramisun. E ke lënë vendin. Edhe shiko, gjithë të gjëra që morëm ne, është super lirë dhe super mirë. Ju a sugjeroj këtë restorantin, më pëlqen shumë. Thuaja emrin. Al Castello da Bello, e kam nxjerrë te një vlog pra. Okej. Tani kush është i vëmendshëm, është i vëmendshëm. Tani ne sa po erdhëm këtu tek Valamari. Ja. Edhe do pim një kafe. Po këtu që ka shumë freskët, vetëm xhaketat. Normal se afër detit. Kafe afër detit. Mos e ke fresko që po të koni. Se t'amore